Nëse vuani nga pagjumësia, provoni këto ushqime para gjumit dhe do na falenderoni. Sekreti për të fjetur një gjumë të rahatshëm janë disa ushqime që ju mund t'i konsumoni rreth 90 minuta para se të flini. Banane, ato janë praktikisht një pilul gjumi në një lëvoshk. Përveç se përmbajnë qetësues, ato përmbajnë magnez, një relaksues i muskujve. Çaji kamomili. Çaji kamomilit është një element kryesor që u vë në gjumë duke qetësuar mendjen dhe organet. Qumshti i ngrohtë ka disa triptofan, një aminoacid që ka efekt qetësues si edhe kalcium. Mjalti, hidhni një lugë mjalt në qumshtin tuaj të ngrohtë ose tek çaji. Ai do të ulë nivelin e vigjilencës duke ju dhënë një gjendje përgjumje. Tërshëra, ato janë burimi më i mirë i ndjenjës së gjumit. Bajamet, një grusht me bajame do t'ju bëjë ju të ndiheni relaksuar dhe të bëni një gjumë të qetë.